Mirëmëngjes kolegë, para se të nisim të intervistë, më lejoni të them që ai është shumë i angazhuar në shumë punë ndryshme dhe mezi e kemi gjetur për ta patur sot këtu. Faleminderit atëherë. Patjetër, do ta falenderojmë dhe ai është pikërisht flamur, ai Aljiji. Ka një emër të vështirë për mua. Aljiji, nuk është i përdor. Thuaj edhe herë koleg, flamur Aljiji. Mirëmëngjes i dashur. Ose Flami, se kështu e njohin. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Mos më ti Flami, mirëmëngjesi së bashku. Mirë se erdhe i dashur. Shumë kënaqësi të kemi një yll të serialeve më të famshme gjermane këtu në programin ton. Dhe me sa di unë je në mbarim të një produksioni tënd tani. Ka ardhur koha që të ketë filmat të ti. Po e vërtet, kemi filluar një film para një 2 jave në Kosovë dhe Maqedoni. Dhe tash dje jam kthyer në... Me dëgjoni? Po. Po, dëgjojmë shumë mirë. Jam kthyer në Gurbet sërish dhe në Gjermani dhe javën tjetër kemi vazhduar xhirimet këtu në Berlin. Po kur thua Gurbet, na jep përshtypjen si kur bën një punë të rëndë shumë. Gurbet është me Mehik diku, domethënë i larg shtëpisë tate. Po s'ka punë të lehtë tash edhe puna e filmit është pak si vështirë. Tani ne këtu po shohim një moment nga seriali yt i parë që ke marrë pjesë, dhe unë nuk di ta shqiptoj në gjermanisht se është gjuhë e vështirë, por ka qenë dhe seriali që ka vite që transmetohet, është ndër më të famshëm dhe ti ke marrë pjesë. Po, ky është seriali gjerman më i njohur dhe kur kam filluar në fakultet të shkoj në Berlin, në vitin 2017, tu kam marrë pjesë në serialin më të njohur gjermani, ku edhe me një kohë e kam mësuar gjuhën gjermane. Pra ti nuk e ke ditur gjuhën fare kur ke marrë pjesë? Prej këtij serialit. Prej këtij serialit i ke mësuar gjermanisht, domethënë. Po, domethënë në vitin 2003 kam ardhur në Gjermani dhe s'kam ditë asnjë fjalë gjerman fare dhe e kam shikuar këtë serial dhe prej këtij serialit e kam mësuar gjuhën gjermane. E kuptoj, kjo është. Dhe më kam marrur pjesë në këtë serial. Shumë interesante. Ky është ai seriali që flet për djem dhe vajza të reja, domethënë që është shumë i ndjekur, është më tepër një soap opera. Po. Apo jo? Po, sop. Domethënë sepse ndiqet jashtëzakonisht shumë, domethënë bëhet fjalë për një komunitet të rinj, diçka urbane, tani unë nuk e di tramën e vërtet, por na ka qelluar që të flasim në këtë program edhe për këtë serial. Po unë boka jashtëzakonisht qefi që si ndodhi Flami, si ndodhi që ti përfundove, më thonë za, e kërkove, të kërkuan rastësia? A të kemi? Po më dëgjoni tash? Tani po. Jo, po të pyesnim si ndodhi që u përfshive këtu, bëre një kinoprovë, ishte rastësore, domethënë si ngjau? Isha në kohën e domethënë student dhe e disha ku xhirohet kjo serial, i hypa trenit dhe shkova atje dhe u prezantova, e bëna një rol klasik, domethënë një rol gjerman dhe njerë më thanë jo s'jeti për këtu. Edhe më dulën lotët dhe hika akoma në fakultet. Edhe thash, pas ka qenë veç ëndër, por mas 3 jave më thirrën në telefon, morën telefon, thanë keme interes që të marrësh pjesë këtu. Ti ke studiu aktrim apo ke bërë një shkollë tjetër? Jo, kam kryer aktrimin, shkollën e aktrimit në Berlin. Ti ke studiuar aktrim, ti e i fokusuar në këtë lloj profesioni, ti e ton si aktor, apo jo? Po, si aktor, po. Por në fakt, kur u bëre pjesë këtij seriali, madomendja shumë gjerman do jenë ndjer xhelose të vi shqiptar, si gjykojmë ne jashtë, të vi shqiptarit na marr rolin. A ke patur të tilla ngacmime, le të themi? Këtë fjalë e the shumë të mirë sa është e vërtetë. Vërtet? E tha këtë fjallë si të ishe aty, po, se ne ishim me një klasë 9 studente, dhe ishim studente akoma, dhe une spova tje, ma dhanë rolin, dhe ishim pak gjelos gjermanët, dhe ju duk vete se qëti shqiptari, po, na gjermanët jo, se gjermanët janë pak inatëshor për fatë keq. Po, karakteri jut është gjerman, i lindur, apo ndoshta është një emigrant, apo një jashtë komunitar, pra ti si personazh, je një gjerman, ke një emër gjerman? Në film, në serial? Mendon në rolin? Në rol, po. Në filmin.
Po, shumica jam, edhe me shojnë si Gjermanë, si kam edhe syti kam blu, jam blond. Po. Po, edhe kur e foli gjermanishten, shumica Gjermanë me mendojnë si jam Gjermanë, po. Edhe kështu që edhe në rolet kohën e fundit i kam luajtur si Gjermanë. Ke një farë theksje dhe ndoshta dikush të thotë, se gjithsesi domethënë dallohet që nuk, apo ke arritur gati perfeksion. Pra, ke theksin e Berlinit apo të në landi tjetër ku ke jetuar? Mendoj se gjuhën gjermane e foli perfekt. Super. Mendimi jam. Jo, përderisa të kanë marrë në film dhe të shesin për Gjermanë, thonë za, do të thotë që të gjithë besojnë këtë që është një gjë shumë e rrallë. Unë do thosh është një arritje më e madhe se sa të kesh një diplomë aktrimi apo të marrësh pjesë në filma. Përveç këtij seriali, nuk do me thonë se e kryen shkollën e aktrimit si aktor i mirë. Unë mendoj që aktor lind, po aktor nuk bëhesh. Aktor lind, unë po vi nga xhirimet e një filmi kam luajtur policin. Nuk kam kryer asnjë shkollë, po kam shkëlqyer mbrëm. Kam shkëlqyer mbrëm, koleg. Desh më mbajtën policë. Nuk ka shkëlqyer, e kanë morën telefon orën 2 natës, thanë, a mund ta lidhesh në emision mos vi më në xhirime. Është xhelozi gjermane. Po vetëm se ishte film për të rritur. E zauruam këtë pjesë të xhelozisë. Ishte film për të rritur. Po, Flami, përveç pjesëmarrjes në këtë serial kaq të njohur, me siguri ti përderisa jeton si aktor merr pjesë në projekte dhe bëhet fjalë për film artistik, bëhet fjalë për pjesë teatrale, për drama në skenë apo për çfarë? Unë si shqiptar, si gati çdo shqiptar, na jemi koqa në gjatë nxehtë, kështu që më shumë marrin në filmat aksion. E ke portretin në fakt? Jam shumë... Po, jam pak si agresiv. Agresiv. Por tash që e bona këtë filmin, ky filmi ishe totalisht e kundërta. Aty e kishim një rol ku unë e kam rolin karakterin shumë emocional. Dhe ku më vdes nëna, por ky ishte rol me të vërtet roli i parë ku isha shumë emocional, ku a desh edhe të qaj dhe kam qajt me të vërtet real. Atë që nga histori e dhimbshme. Mos më thua që dhe skenarin e ke menduar pak ti. Po, skenarin e kam menduar unë, po. Mirë, mos na zbulo. Në fakt, Flami, ti na bën shpeshherë dhe ne për të qarë nga video që ke nisur të postosh të kohët e fundit, je gjithmonë aty për të dhënë një dorë njerëzve që janë në nevojë, e sidomos fëmijëve. Në fakt, a janë situata që ndodhin aty të momentit, si gjendesh ti pranë këtyre fëmijëve? Unë kur kam qenë fëmijë, me të regu drejt, edhe unë normali kam pas do kohat e këqija dhe kohat e mira dhe unë mendoj një fëmijë, unë hala vetë si jam baba, por mendoj që një fëmijë s'ka faj. Në Antetof edhe në Kosovë thojmë këta të mëdhajt e bojnë, të voglit e hekin, nëse me kuptoni. Po. Dhe edhe fëmijët, kam shumë dashuri për fëmijët, shumë i du fëmijët. Edhe këto video që e shihni këtu dhe që janë publikuar në TikTok, në rrjetet sociale, janë gjithë spontane dhe këtu s'ka asnjë farë mendimi ti tregoj dikujt që kam para ose jap para dikujt, se mendimi jam është kur ti ndihmosh dikujt nuk duhet ta kallëzosh që ndihmosh, por unë du ta bëj këtë veç një shembull për njerëzit tjerë se nuk bësh fukara nëse jep ose nëse ndihmon dikujt. E drejtë se dashuri dhe ronë shumë fisnik nga ana jote, flet shumë për ty dhe duket, domethënë ai që do me pa pozitivisht e shikon edhe spontaniteti, po edhe çiltërsinë e komunikimit tënd me fëmijët. Është janë vërtet video shumë dhimbshme, kolege, dhe do ta prek prap tu që ka prap shqiptar që gjykojnë, por nuk kanë pse. Edhe të gjithë ju që shikoni fëmijë dhe njerëz që kanë nevojë. Se këta shqiptarët që gjykojnë. Shqiptarët gjykojnë kudo, dhe një nga komentet që unë kam parë vetë është që Flami e bën këtë për famë. Po ai nuk ka nevojë të bëjë këto gjeste për famë, sepse është i famshëm. Dhe në këtë rast ti je i famshëm në Gjermani, pse duhet të kesh nevojë që ti jesh i famshëm në Shqipëri? Po themi shqiptarëve pra, se nuk ka kapur sot kjo me komentet. Mos gjykoni. Shumë komente lexon ti. I lexoj se... Ti po pse i lexon ti? Nuk e di. Ti gazetën Tema lexon? Jo. Flami, edhe në modë nuk është se je shumë pas,
ke një linjë tënde në veshje sportive, por që ke vendosur dhe të zgjedhësh ta çosh biznesin më tutje, një brand. Ka krijuar një brand. Të lumt. Edhe pse nuk e ke veshur sot, është një brand sportiv që kolegëve të mi mund të rrinë një hoodie. Është më tepër se sportiv, sepse ky brand i Flamit ka të bëjë me këto veshje sportive, tuta, gjëra të kësaj natyre. Hoodie, si quajmë në Shqip në këto? Bluzë sportive. Okej. Po që ka shumë e bukur. Këto janë, kjo është një brand që gjendet vetëm Gjermani, Flami, apo është edhe diku gjetë? Këtë edhe shumicet që po mbetim pse ke vu emrin Flami, une emrin Flamur si kam dhe kam lindur ditën e Flamurit, si informacion. Prandaj ke emrin Flami. Bravo. Të lumë. Në 28 nëndor. Dhe ja kam bu ditën e Flamurit, po. Dhe ja kam bu emrin Flami, kjo është për momentin vetëm në Gjermani edhe në online shop, por kemi aktualisht do takime dhe me fut në Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, te Gjirafa, nëse ju kujtohet. Po. Gjirafa.com. Dhe së shpejti do të jetë edhe atje online te Gjirafa. E se shudit, bëj një porosi po më pëlqente. Po më pëlqeka e zanisht. 3XL? Oke, nuk e 3XL. 3XL, jo, unë jam maksimumit lë. Flami, një kuriozitet që lexova për ty, ishte që ku ke qenë një vogël, ke patur nofkën mangup, në mos gaboj? Pse të thrisnin kështu? Kur kam qenë i vogël, kam qenë vetëm mangup edhe hajdut kam qenë. Kam pasur shumë qef të vjedh para. Vidhje para? Hajdut i thojmë na. Po, shumë, ekstrem. Në çfarë moshe? Kur ke qenë fëmijë? Oho, prej moshës 6 vjet deri në moshës 9 vjet. Kë vidhje më shumë? Sa para bëre apo? Milioner, jo me pak para. Kë vidhje më shumë edhe këto para çfarë? Veç kam vjedhur ka 1 euro, ka 2 euro, por ato më thishin mangup, më thishin edhe mangup se kam qenë shumë si thonë jam edhe si thonë gjermanisht vesi del me shpirtin, vesen del. Ja. Nëse tash thjesht u vjedh role aktorëve, kaq që thjesht. Po role. Kam qenë kështu një njeri që si ta them, jam një njeri që nuk flen, jam në Kosovë të tovi thëmë i levizshëm jam shumë. Sanguin. ADHS kam shumë. I aktiv shumë. Hiperaktiv, nuk rri dot në një vend. Po bravo, hiperaktiv. Dhe kjo me siguri reflektohet edhe... Po. Kjo reflektohet edhe në karierën tënde. A ke pasur ftesa nga produksione shqiptare, sepse aktorët të njohur të kalibrit tënd që flasin mirë shqip, mund të jenë pjesë edhe të filmave. Pse kam idenë që të kam parë në një film shqiptar? Unë me të tregu drejt, si thash edhe parë, 2003 kam shku në Gjermani dhe për fat keq pak do fjalë dhe shqipën pak e kam haruar, por me zemër prap shqiptar jam. Në filma shqiptare kanë thirrur ama jo shumë si aq në Gjermani. Kam luajtur një herë te çka ka shtëpia me Nasser Rafunën. Dhe më kanë thirrur në Big Brother Kosovë. Po pse s'shkove? S'ka pas Se di kohë. halas. Do bëhet prap, Flamur, do bëhet prap, kështu që Nuk mund ka ta pas mendosh. kohë. Ke bërë mirë që s'ke shuar. Jam të menduar a Albania, a Big Brother Kosova të shohim. Më mirë në Shqip. Si ka të futesh shumë kohë të humbësh. Të futesh diku që të kesh edhe mundësi të i vishesh gjithë kohës me veshjen tënde Flami. Po, Flam. Bëje pjesë të kontratës. Po. Flami. Para një 2 javësh më thiri Ramush Haradine dhe më dha një mirënjohje dhe do të them se ai kam ato shumë si mbështetje. Nuk merrem me politikën, por si mik, si shok, më ka respektuar shumë edhe ai i ka vesh rrobat Flamit. E meriton Flamur. Dhe ne durojmë shumë suksese dhe ta dëgjofshim zërin edhe për tekin e mas gjermane, se shqiptare po e po. Mirupafshim i dashur, gjithë suksese në karrierë. Mirupafshim. Gjithë të mirat, respekt për juve. Shumë faleminderit. Faleminderit ty. Gjithë të mirat. Mirë, pas pak do të gatuajmë sardele që i kemi kapur para një jave, po i kemi ruajtur në hitër. Po. Koleg, kur fle gjumë, qëfar bën ti? Numëron? Hitrat. Delet.
Lenca, Sardel. Okej, sot që e kënë një ditë të shkëlqyrë. Polic mo?